kalojmë tek tjetra. E nisëm me petullat, kaluam te sultjashi, tani do të vijojmë me... Do ham diçka për drek sot. A ju thash që më teproj një pjesë dje nga qoftet e orizit dhe pjesa tjetër që ishte nga Po, na the. salcisë që tash kam ruajtur 2 pjesë. Si do ta përdorim për recetën tonë. Tavën. Direkt me pak ujë dhe i heqim edhe bukët, Niki. Ndoshta t'i lëm edhe pak, them unë. Sepse këto janë buk bounty që nuk duan pjekje, sepse është vetë masa e brumit që fillon me volumin, pra shumë fishohet, dhe janë të buta si pambuk, si puna e res. Sa të jetë në piksur dhe pjekur pak zbrumi. Shifeni, me pjesën e brumit të petullave që na teproi. Është përgatitur kjo. Këtu unë kam qepën, kam futur dhe një pjesë e qepës njom. Direkt. Sepse më duhet sërish. Shtoj masën e qepëve. Ku e kam? Në këtë shije. Në këtë shije. Do të shtoj. Më fal pak Niki se e di që të... Specin e kuq. Do të shtoj. Domaten. Zemrën. Të gjitha të grira imët, të grirësja e qepës, në të kundër do lodheni pak duke i grirë me thik në copca të vogla. Janë të gjitha. Pjesa tjetër. S'ka problem, piperi zi. Asa zarar madhe që je. Po. Ja e kam nga presioni kohës edhe 4 minuta. Po thuaj, po thuaj moj e mirë. Të mbarojmë edhe kimën. Thuaj moj e mirë. Kishim dhe një recet me lule shtrydhe, por ndoshta do presim deri të hënën për ta shijuar. Të hënën. Shtoj dhe thelpit e hudrës. Shtoj piperin. Masën e kripës, jo kaq shumë sa kam unë këtu, se e bëra farmake dhe e dini ju për njerëzit që janë kripën. Edhe ato që e përdorin, shpesh, e rëndojmë, pakarar. O, paja. Pra, çfarë do të gatuem sot për drek, se menduat se do të lini vetëm për mëngjezin petullat? Jo, ja. Kima me mish të grirë, shtoni qepën, domaten, specin e kuq, te grirësja dhe shtojani mishit të cilin e ngrohni pak, e kaurdisni në temperaturën e sobës. I lini që të zjejnë, të shkëmbehen ato, të treten mirë produktet, perimet sidomos. E mirat dhe është, opa. Dhe vetme që ka mbetur është... Qi, është pak raki. Raki. Nësë është uzo, akoma dhe më mirë. Se lë ato aromën karakteristike. Fillojnë aromat. është pjesa e mishit të grirë që ka salcicën, që është... Çfarë të them unë? Një nivelim, anët, i kemi gjithmonë kujdes këtu. Tani morja të pamjen e kimës, se t'i shtojmë patjetër dhe vezët. Niki, unë marë lugën, ti do shtosh 3 kopra vezë, sepse do përfundoj në furrë kam përshtypjen. Filloj me vezën e parë, zgjodhëm vezët e kuqe për këtë recet.
vezëve do t'ju shtojmë krip piper si gjithmonë. Shumë mirë. Edhe veza e tretë. Del shumë e shishme, si recet, me ngjyra, me shije, edhe të balancuara nutrientët, proteina, vitamina, perimet. Pakos vaj. Që mos thahet Mos e ngarkoni me veza, se tash vera, mos thahet në pjekje, po qëndron me strukturën e butë. 1 letër alumini këtu, tek dhe ne dorezat. jemi Do ta vendosim siç është në furrë që të piqet. aty ku duhet. Tani për momentin po e vendosim këtu bashkë me recetat e tjera, sepse diskutohet që duhet të marrë kohën e vetë për të pjekur dhe ndoshta deri në fund të programit, kur ne të trajtojmë temën që kemi zgjedhur për ditën e sotme, do t'i kemi të pjekura, po ashtu edhe sundjashin, sepse edhe miqtë e ftuar duhet të jenë dashamirës për të vir për të degustuar në kuzhinën tonë. Është ky privilegj për të ftuarit tanë. Tani do të shkëputemi të bëjmë një përmbledhje ndoshta të shpejt të Kimës dhe do të shkëputemi për reklamat, edhe për fleshin informativ. Kima me vezë dhe me perime, ka këto përbërës, 400 gram mish të grirë, një qep mesatare, 2 lugë vaj ulliri ose gjalp, 1 domate ose 2 lugë gjelle salcë domate, 4 kokra vezë, 3, 4, sa të doni ju sa antar jeni, 1 thelpi udhër që është opsionale, nëse doni shijen e saj, krip piper i zi, pak speci kuq, pak rigon ose majdanos dhe pak ujë ose lëng mishi që të mos e keni të fatë shumë kimën. Të lumë shinduar, do të shihemi besoj deri në fund të hapësirës, ne ju presim pas pak në bisedën tonë me miqtë tanë.